Rasti i tmerrshëm në Gjermani. Burri nga Kosova thirr gruan e tij në sy të fëmijës. Një rast shumë i tmerrshëm ka ndodhur gjatë ditës së djeshme në Gjermani, në qytetin e Münih. Sipas raportimeve që i ka bë gazeta gjermane Bild, një burr nga Kosova, Samson P.K., i moshës 33 vjeç, ka thirrur me thik bashortën e tij, Sabrina, në sy të djalit të tyre 7 vjeçar. Por çysh ndodhi kjo? Ngjarja ka ndodhur pasi që burri, pra Samson P.K., kishte tentuar ta marrë vajzën e tij 4 vjeçe nga kopshti, por personat që ishin përgjegjës në kopshtin ku ishte vajza e tyre e kishin ndaluar atë dhe ja kishin dorëzuar fëmijën nënës. Më pas Sabrina kishte shkuar ta merrte djalin e saj nga shkolla. Kur ajo ka arritur në afërsi të shtëpisë së saj, bashorti i saj e ka thirrur me thik 5 herë. Viktima pas kësaj u dërgua në spital në gjendje të rëndë dhe po lufton me jetën. Pas sulmit, Samson P.K. ka qëndruar pranë viktimës derisa është arrestuar nga policia, ndërsa fëmijët e çiftit janë marrë në kujdes nga autoritetet. Duke u bazuar në informacionet që Bild ka siguruar e që lidhen me të kaluarën e çiftit, thuhet se Samson P.K. kishte pasur probleme me dhunën familjare më herët. Ai ishte dënuar për dhunë ndaj bashortës dhe kishte shkelur disa herë urdhrin e gjykatës që të ndalonte kontaktin me të. Çifti në fjalë kishin probleme tash sa kohë, pra çifti ka qenë prej vitësh në një martesë të vështirë dhe kanë së bashku 2 fëmijë, një vajzë 4 vjeçe dhe një djalë 7 vjeç. Çështëcia më lart, marrëdhënia e tyre ishte përkeqësuar me kalimin e viteve dhe burri ishte dënuar më parë për dhunë në familje, si dhe për shkelje të urdhrit të mbrojtjes për një dënim prej 300 ditësh gjob. Në janar 2024, ai e kishte dhunuar fizikisht bashortën, duke i shkaktuar plagë në fytyrë dhe gjakosje, çka e kishte çuar në një vendim gjyqësor që t'i ndalonte t'i afrohej asaj apo banesës së tyre brenda dhe duhet të mbajë distancë prej 100 metrash, vendim që e kishte shkelur ai më parë. Po ashtu në të njëjtin muaj me 17 janar 2024, ai kishte goditur me shuplak bashortën e tij në fytyrë dhe e kishte kapur për flakësh. Dhe si pasojë e kësaj dhune që është ushtruar mbi të, viktima kishte përfunduar me plagë shumë të rënda.